Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet dhe për të ndarë komentet, analizat më të fundit rreth personazheve publik. Kemi komente të ndryshme, kemi lajme të ndryshme, kemi thashë theme të ndryshme për personazh të cilët japin më të mirën të tyre. Unë do të flas për Selin Bollatin. Shoh ca komente në fakt që shkruhen lart e poshtë për Selinën. Selina i mori djalin zonjës nga Kosova, e solli në Shqipëri, ajo nuk jetonte me kunatat e saj, ajo është personazh publik, ne e dinim këtë gjën, po të jetonte Vjera në Kosovë dhe unë në Shqipëri me patjetër që ta respekton se e ka për sy e faqe. Më thënë i shoh ca komente që në fakt janë komente të përditshmërisë tonë shqiptare, më thënë janë komente të shoqërisë tonë shqiptare, janë komente që po përflitet edhe në jetën e përditshme. Domethënë raporti Vjerë Nuse është një nga temat më të nxehta që shoqëria shqiptare e ka. Dhe kjo është për vite, nuk është sot. Me thënë është një temë që po vazhdon, po stërvazhdon pa marrë parasysh gjeneratave dhe ndoshta publikut i duket e pabesueshme raporti që Selina ka me të gjitha kunatat e veta. Tani nga brenda familjes kam arritur të kuptoj që kunatat e veta Selinën e shohin njëjtë si motrën e tyre. Domethënë nuk e dallojnë nga motra. Kjo është një ripari respekt që vjen nga familja. Nga ana tjetër, nëna e gimbos, ashtu siç i ka gocat e veta, që i respekton, i don, i nderon, ju qëndron pranë, ashtu e respekton dhe Selinën. Tani në qoftë se Selina dhe Gimbo kanë përzgjedhur që të bashkëjetojnë në Tiranë, për faktin sepse Tirana është një mundësi shumë më e madhe dhe biznesin të cilin ato e ushtrojnë apo profesionin të cilin ato e ushtrojnë në Tiranë hanë më shumë bukë, është me patjetër një përzgjedhje shumë e bukur dhe kjo nuk do të thotë që vendi ku ti jeton të ndron ndjenjën, emocionin për të dashur dhe për të respektuar vjerën tënde dhe kunatat e tua. Unë mendoj që Selin Bollati e ka treguar jashtëzakonisht shumë edhe në Big Brother që është një vajzë që respekton jashtëzakonisht familjen, është një vajzë që nderon në mënyrën më të bukur familjen dhe domethënë është njeri mbi të gjitha dhe këtë njerëzillik ajo e ka trashëguar në një farë mënyre nga familjarët e saj. Unë e uroj me zemër që gjërat ju shkojnë mirë, domethënë mos i besoni këto lajme që përfliten lart edhe poshtë, sepse raporti është fantastik. Domethënë kanë një raport mrekullueshëm bashkë.